Vasaljev došao da vi napravi kuća. Bog da go čuva, svo svoje familije. Da ti vidimo. Gjendje emocionuese. Jem fshatin Skorobesh, komuna e Prizrenit, është Adnan Rexha, po hinë sot në shtëpinë e tyne të re, Bereqet, Fluska Bore, e mes Fluskave të Borës, na po e epim qelsin. Adnan! Amin. Hadi. Me slëtve, me emocione, po hapët dera shtëpis. Hadi. Hadi Adnan. Hadi. Jem konahënëri të Adnanit këtu në Skorobesh. Adnani është bosnjak, shqip, nuk din. Këto janë pamjet e vizitës sonë të parë. Mirë dita. Si e? A e mirë? A e mirë që shi? Apo të një musafira jo? Po. Hade. Jem në fshatin Skorobesh, komuna Prizrenit, familja 6 antarë Adnan Rexhës. Familja është e komunitetit bosnjak, është, nuk e di, është nusja, është vajza shtëpis. Nusja shtëpis fol shqip, e na do të komunikojmë me nusën. Përshëndetje. Emri juj? Rasmina Rexha. Jasmina, a Rasmina? Rasmin qysh po jetoni? Kështë shumë të vështira. E ka i tje Rasmin? E Lubishdit. E Lubishdës. A merri në ndihmë sociale, a e ndihmon dikush? Qysh? Ndihmë sociale? Jo. Qysh jetoni? Ajo ndihmojnë fshati? Jo. Po punon buri, pak. Burjet? Qa po punon? Mishtore. Mishtore. Apo mundi mi a dalë? Po, me zorë. Me zërë. Adnan? Okej, na kena këshilltarin e Zavendës kryeministrës Emilia Rexhepi me vete. Do të fol Adnani bosnjakisht dhe këshilltari besoj që na përkthen ato dy fjalë. Atëherë Adnan pyete kryefamiljarin qysh po jetojnë edhe apo kanë vështirësi me jetesën. Adnan, u ime, Basalina, kako živite? Kakovi se uslovi? Čo? Kakovi se uslovi, kako živite? Kako živimo? Tak. Će zbog. Jedan sin radi, jedan otišao работа da traži. Mi obojica smo operisane. Ništa ne primamo. Sa godina sam vzela samo prvi put 270 € država što mi dala. A ja sam isto tumor operisana. Izliv dobiv, rekao, u depresija pađa. Moramo su lijekovi da živimo. Inderuar Khalil Kasrati është një familje me gjitha specifikat, 6 antarëshe, kryefamiljari i smut, bashkëshortja e smut, Të dy të jenë të operuar? Po, bashkëshortja do më thënë e operuar pej tumorit, bashkëshorti në gjendje depresive. Është operuar nga tumori? Është operuar pej tumorit, bashkëshorti në gjendje depresive, me 2 djemë, vështirë i kanë kushtet, me shumë pak punë, në gjendje shumë e vështirë, edhe emocionale, edhe ekonomike. Okej, a e kanë ndihmu, a kanë marrë ndonjëherë iniciativë fshati apo komuniteti bosnjak në Kosovë ose komuna për me ju ndihmu nejsen? A vi pomogne neko iz selo do sëk, ili opština, ili nešto? Opština ne, a vaki selo, ka za lijekovi, ka za pregled, za operacija, moja... A opština ništa? Opština ne. Samo sa godine što sam primala 270 €. Do më thonë, komuna nuk i ka ndihmu, vjet i ka marrë 270 €, komuniteti i fshatit Skorobesh është mundu me mundësi mi ndihmu, do më thonë për barna edhe për nevoja esenciale. Për çka ka nevojë më shumë?
Zašto ga imate najviše potreba? Za kuća, kako da rečem, za soba. Kako potrebe za soba? Amani i Mitchell ne me pospina her. A vi imate potreba za kuća, a ste se ponadali da će imate kuća do săk? Pa smo predaljeno 2 put 3, mislim, ali ne odbile. Domafon, kushtet i kanë shumë të vështira, shkak kanë nevojë më shumë, ti kanë nevojë ata po thonë për një dhomë, e në fakt kanë dëshirë të madhe, domethënë për një shtëpi. Deri tashit janë mundu me kërkesa, dhe ata nuk munden me besu që munden me bo një shtëpi. Na kanë arme o bo shtëpi. Mie Bacali došao da vi napravi kuća. Bog da ga čuva, svo sve familije. Da ti ne bi moht. Gjendje emocionist. Shumë e befasuar. Zoe shpejt, shumë e befasuar. Surprize mirë. A prijatno iznenađenje, a ste se iznenadile? Mnogo. Okej, unë po kam qef Adnanit me abo për haj. Mije, Bacali doće tebe da ti Erdisa za kuća što će vi praviti. Për haj. A Irdija ne katija. Urime, Për haj. Për haj urime. urime. Hvala puno, ruke mi se pozvati svima. Ky është e gëzimi kësaj dite, është e paremte. Na po vazhdojmë të familja Radhës, kemi edhe 4 shtëpi tjera të komunitetit bosnjak. Po vazhdojmë të familjet e Radhës. Hvala vi puno, hvala i ovdje što ste se organizovali. Allah da me nagradi. Svi. Ruke da vi se pozvati. A shtëpia mirë? Mir, shumë mirë. Nemam što da rečem, mnogo je dobro. Hvala vi puno. Adnan, atë ka pëlqy shtëpia? Dobro, Mirë. Ashtë e mirë? dobro. Pse duhet ftoft? Drugi poli kuća je dobro. Dobro. Hvala da ste zakupili mnogo, nikad ne budu. Nemam što da rečemo, mnogo je dobro, fino. Bog da me nagradi svi. Nadir, vete thuja, a keni prit bashkë shtu? Jeste počekali ovako kuća, majke? Nikad. Nikad te su verili da će da Jer se mi znam. s drva smo živjeli. S drva smo živjeli. Ovaj muž njem je školovan, škola nikakva nema. Pana izliv dobiv, u depresija pađa. I take smo živjeli. Kur veç me druge trenutar, tad pa bu baš kosan. A e në gëzu familja për... Kako ste oštekili ove kuća? Pa ne znam, to je veliko iznenađenje, ne znam kako da... Pa vas ličbe pa škom ni se animal, još pa ne pa. Ne znam, to je, nemam reći što da rečem, ne znam. Skonfioska na to. Neka vam je hajlija. Hvala, Hvala. Bog da te nagradi. Amin. Pak ditëri fjalë bosnjakisht. Sve da me nagradi, koji ste Amin, amin. iskočili u I vama, susret, majko. svima. Svi ste se mučili sa Amin. mašine za čiže, pa Jer s drva smo živjeli. Adnan është shumë mirë njohës, shumë emocione, si familje shumë mirë njohës për këtë shtëpi. Na lusëm Zotin, inshallah familja e gëzën shtëpin, e u gëzofshi edhe ju donator, lista donatorëve do të bëhet publike kur publikohet rasti Adnanit. Jem mbi ashtu në Skorobisht, e din rrethi Prizrenit ku është Skorobishti, kemi gjetë me gjendje shumë të rëndë, po shqyqër Zotit, vetë emocionet lëtë e Adnanit, po të regojnë se me të vërtet jenë kanë miftja që jenë kanë në zërë atje ku jenë kanë të jetu me kushte shumë të rëndë. E tani këtu në shtëpi të reja me krejtë senet e reja, ba mirë si që u gëzu kjo familje, u gëzofshi ju me familjet e juja. Na po vazhdojmë të familja Radhës, hajde për haj. Për haj. zahtjeli mnogo ljudi, uspjeli da se istopiti. Për haj e gëzofshi. Për haj. Hvala vi